Kapitulli, kur fillon të duash veten, nuk ka rëndësi se kush nuk të do. Dashuria për veten është si dielli, sa më shumë ta ushqesh, aq më pak ka vend për errësirën. Njeriu që mëson ta dojë veten, çliron zemrën nga varësia e përhershme për miratimin e të tjerëve. Ne jetojmë në një botë ku shpesh vlera jon matet nga sytë e të tjerëve, nga fjalët, gjykimet, refuzimet ose përqafimet e tyre. Por e vërteta është se dashuria e vërtet nis nga brenda. Kur mëson ta përqafosh veten ashtu siç je, me gjithë dritën dhe hijet e tua, atëherë fillon një revolucion i vogël, por i fuqishëm. Ky revolucion thot, nuk kam nevojë për miratimin e askujt për t'u ndjer i plot. Sepse, kur fillon ta duash veten, nuk ka më rëndësi kush nuk të do, nuk ka më pesh ajo shikim mosmiratues, ajo fjalë përçmuese, ajo mungesë respekti. Ti e di kush je. Ti e di çfarë vlerë ke. Ti e di që çdo hap që hedh për veten tënde, për lumturinë tënde, për rrugën tënde. Dhe atëherë, kur mëson ta duash veten, nis e bëhesh i paprekshëm. Jo sepse je i përkryer, por sepse e di që nuk ke nevojë për përkryerjen e askujt. Je i plot ashtu siç je. Njerëzit vinë e shkojnë. Ata gjykojnë, largohen, rikthehen. Por ti qëndron. Ti je i vetmi që je përherë aty për veten tënde. Ti je burimi i forcës, i paqes, i gëzimit. Thënie. Kur fillon ta duash veten, çelësi i lumturisë nuk gjendet më në duart e askujt tjetër. Mbyllje kapitulli. Dashuria për veten nuk është egoizëm, është liri. Është kur arrin ta shohësh veten me respekt, ta përqafosh veten me gjithë mangësitë e saj, e ta çosh përpara pa frikën e gjykimit. Kur fillon ta duash veten, botën e sheh me sy tjetër, sepse nuk ke më nevojë për miratimin e saj. Në atë moment, nuk ka më rëndësi kush nuk të do, ti je i plot. Ti je i mjaftueshëm. Ti je i lirë. Sot është dita për ta nisur këtë udhëtim. Për ta zgjedhur veten. Për ta dashur veten. Për ta jetuar jetën ashtu siç e meriton, me zemër plot, me guxim, me dritë. Sepse, kur fillon ta duash veten, asgjë dhe askush nuk ka fuqinë të ta zbejë shkëlqimin.